Nur, e cila sapo ka filluar punë si shërbyese në një familje të pasur, mbetet e mahnitur nga luksi i shtëpisë së tyre, teksa sheh jetën e tyre të rehatshme. Brenda saj lind pak nga pak një ndjenjë xhelozie dhe aty nis të formohet një plan i fshehtë. Si mund të përfitojë ajo nga kjo familje? Në këtë moment shfaqet Murati, një nga anëtarët e familjes. Pa e kuptuar që Nur fsheh qëllime të tjera, ai e komplimenton për përkushtimin dhe faktin që zgjohet herët për të punuar. Pastaj me dyshim i thot se i duket sikur e ka parë diku më parë. Nur mundohet të shmang pyetjen dhe të mos zbulojë asgjë nga e shkuara e saj, por a do t'ja dalë vallë? Nurit i ndalohet hyrja në dhomën e Zotit Vedat, pasi ai është i sëmurë dhe ka nevojë për kujdes të veçantë mjekësor, por ambicia e saj për të arritur qëllimet personale e shtyn të bëjë një hap të rrezikshëm. Ajo merr medikamentet e Vedatit dhe i ngatëron qëllimisht me njëra tjetrën, duke rrezikuar jetën e tij. Por ky veprim nuk i shpëton dikujt. Mali sheh gjithçka dhe përballet me një ton kërcënues, me syt plot mëv. Ai i thot Nurit se nga tani e tutje të dy janë të lidhur me këtë sekret dhe se nuk do të shpëtojnë kurrë nga njëri tjetri. Leila, duke kaluar rastësisht pranë shtëpisë së Ekremit, e sheh Nurin dhe menjëherë shqetësohet. Ajo telefonon Fejzën, e cila i konfirmon se Nuri ka qenë në një gjendje të keqe për rreth 4 muaj dhe ka kohë që nuk është parë si më parë. Kjo vetëm sa e shton tensionin te Leila. Ndërkohë Ekremi, mbetet i mahnitur nga shfaqja e Leilës, fillon të mendojë për të. Në heshtje, ai hap profilin e saj në rrjetet sociale dhe habitet kur zbulon se kanë jetuar për një vit në të njëjtën lagje pa u takuar asnjëherë. Kjo afron edhe më shumë mendjen e tij tek ajo. Por në këto mendime, papritur, telefonati i Ekremit bie. Është Leila. Ajo i kërkon urgjentisht një takim, duke i thënë se ka diçka shumë të rëndësishme për t'i komunikuar. Ekremi i gëzuar dhe i emocionuar pranon menjëherë pa hezitim. Mali takohet me Nurin dhe i kërkon që të ribashkohen, ashtu si dikur, për t'i çuar deri në fund qëllimet e tyre të errta. Ai i kujton se së bashku kanë qenë gjithmonë më të fortë. Por Nur tashmë më ftohtë dhe më e kujdesshme, i thot se nuk ka nevojë për të. Megjithatë, pas këmbguljes së malit, ajo pranon të punojë sërish me të. Por me një paralajmërim të frikshëm. Nuri afrohet dhe me një ton të prerë i thot se, nëse ai e tradhton edhe një herë, ajo nuk do të hezitojë ta vrasë. Një aleancë e rrezikshme nis sërish, por këtë herë me një tek të mprektë mes tyre. Leila merr një telefonat nga fondacioni, ku një vajzë me emrin Melis i kërkon ndihmë. Ndërkohë Nur dhe Mali fillojnë të mendojnë plane të reja për të marrë vilën ku Nuri punon. Nuri ofron para Malit dhe i kërkon që të shkojë i veshur mirë tek kjo familje e pasur, me qëllim që të gjejë një punë atje. Plani i tyre është i qartë, të inflirtohen dhe të realizojnë planet e tyre të errta, duke përdorur këtë mundësi për të arritur qëllimet e fshehta. Një lojë e rrezikshme fillon mes luksit dhe intrigës. Nur fillon hapin e parë të planit të saj. Ajo i kërkon Malit që ta telefonojë zonjën Nedret, e cila kujdeset për zotin Vedat. Mali i jep lajmin e papritur, nëna e saj është larguar nga shtëpia. Ky lajm e trondit Nedretin, e cila vendos të largohet nga puna, duke i lënë kështu hapësirë Nurit për të vazhduar me planet e saj të fshehta. Një hap i vogël nga Nur për një hap i madh drejt realizimit të qëllimeve të saj. Nur fillon të përballet me një familje as pak normale. Ata flasin me njëri tjetrin me kunja dhe janë shumë strikt ndaj punojësve. Megjithatë, Nur nuk dorëzohet dhe përballon situatën me sukses, duke treguar aftësitë e saj dhe qetësinë e jashtëzakonshme. Por kur Nedreti nuk është aty, Nur guxon të hyjë në dhomën e zotit Vedat. Ai nuk e mirëpret as pak dhe përkundrazi i kërkon menjëherë të dalë nga dhoma e tij, duke e pushuar në të njëjtën kohë. Një provë e vështirë që tregon se ajo çdo hap drejt planeve të saj nuk do jetë i lehtë. Ekrem pret Leilën për t'u takuar, por ajo ka shkuar te fondacioni Xhivan, ku fëmijët e shohin, e përqafojnë me ngrohtësi dhe i japin lajmin e rënd. Gyzide është burgosur. Leila e shqetësuar telefonon menjëherë Ekremin dhe i kërkon që të jetë pranë saj në këtë moment të vështirë. Pa hezitim, Ekrem shkon menjëherë për ta mbështetur. Leila dëshiron të bisedojë me fëmijët e fondacionit, por drejtori nuk e lejon të ketë një bisedë private me ta.
Ai jep lajmin e trishtueshëm. Gyzide ishte e kërkuar nga policia dhe për këtë arsye është arrestuar. Një moment i dhimbshëm dhe i tensionuar që tregon se jo gjithçka shkon sipas dëshirës, edhe kur zemra është plot dashuri dhe kujdes. Vedat kërkon që Dilara, vajza e tij, të bisedojë me të. Ajo i kërkon ndihmën Nurit, sepse mund të ndodhet në një situatë të vështirë që i është vendosur nga Jati. Pikërisht në këtë moment, Vedat sheh një video ku shihet Dilara duke performuar në një parti, dhe ky veprim nuk i pëlqen as pak. Ai vendos t'i ndalojë daljet gjatë natës. Por Nur ndërhyn në kohën e duhur, ajo hap derën dhe Dilara del nga dhoma, duke falenderuar Nurin për ndihmën dhe guximin e saj. Leila, e shqetësuar për Nurin dhe fëmijët e fondacionit, përballet me lajme të dhimbshme dhe nevojë për mbështetje, ndërsa Ekrem shfaqet si një mbështetje e fortë pranë saj. Në të njëjtën kohë, Dilara përballet me ndalimet e zotit Vedat, por fal ndërhyrjes së Nurit arrin të dalë sigurt. Një episod plot emocione, intrigë dhe tension, por çfarë mendoni se do të ndodhë me planet e Nurit dhe marrëdhëniet e komplikuara të këtyre personazheve? Shkruani komentet tuaja më poshtë dhe na tregoni mendimin tuaj.